Një nga kandidatët për postin e presidentit të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Esat Ademi ka prishur procesin zgjedhor dhe si pasojë Asambleja e 14 zgjedhore për organet drejtuese të këtij organizmi është shtyr pa afat. Asambleja ka nisur me tension që në fillim pasi trajneri i boksit të vllaznisë Zev Gjoni tentoi të hyjë me forcë, por nuk është lejuar nga rojet e sigurisë. Pas fillimit të asamblesë, situata është tensionuar edhe më shumë kur në sallë është futur Mundusi Elis Guri, i cili ka kërkuar që në votime të futen edhe sportistët olimpistë që në këtë asamble përfaqësoheshin nga qitësja Lindita Kotra dhe peshngritësi Gerti Trasha. Pas qetësimit të situatës kur her pas here është dashur edhe ndërhyrja e rojeve të sigurisë, është dhënë fjala dy kandidatëve për presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Esat Ademit dhe Fidel Yllit. Ne duhet të tregojmë civil, duhet të tregojmë qytetar, ne duhet të japim mesazhe paqe. Sporti dhe Komiteti Olimpik nuk ka në nocionin e vet vetëm idenë e sportistëve olimpistë. Kemi dhe dek të tjera të olimpizmit. Olimpizmi ka paqen, ka bashkëpunimin. Të respektohet demokracia, të respektohet ligji, të respektohet statuti. Unë jam dakord që të vazhdojnë gjithçka, po olimpisa, me që thot statuti, duhet jenë. Janë krenaria komit, janë krenaria këtij vendi, janë krenaria sportit. Para fillimit të votimeve është sërish Mundusi Elis Guri që ka vazhduar revoltën e tij dhe këtë herë me reagime më agresive, të cilat sollën dhe nxjerrën e tij nga salla. Procesi i votimit që kishte shkuar normalisht pothuajse deri në gjysmën e saj është prishur kur vetë kandidati Esat Ademi ka ndërhyrë me forcë duke grisur proces verbalet. Degradimi i situatës ka sjellë në fillim pezullimin për një orë të votimeve dhe më pas është marrë vendimi për të pezulluar për një afat të pacaktuar zgjedhjet e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, pasi kandidati Esat Ademi theu një nga kutitë e votimit. Komisioni i shqyrtimit votave, duke parë gjendjen të rëndë në asamble, vendosi të anulloj përfundimisht zgjedhjet ditën e sotme. Edhe pas kësaj situate, kandidati për postin e presidentit të Kokës Esat Ademi ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga kjo garë. Asnjëherë nuk tërhiqem nga rregulli, demokracia dhe ligji. Kjo është hera e parë që një proces votimi në sportin shqiptar degeneroi me akte të tilla dhune brutale, që nuk kanë asnjë lidhje me sportin. Pak ditë më parë, kandidati tjetër Fidel Ylli paralajmëroi në një intervistë në Top Channel se politika dhe veçanërisht qeveria kërkon të ketë ndikimin e saj në Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar. Ndërkohë kandidati tjetër Esat Ademi, megjithëse jo zyrtarisht, gëzonte mbështetjen e strukturave qeveritare dhe të Ministrisë së Sporteve.